Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, kundër të tjera do të ndiqni. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi deklaron se vendi ynë po përballet çdo ditë me sulme kibernetike, por sipas tij Shqipëria i ka forcuar strukturat e sigurisë. Kryeministri Edi Rama takon homologun estonez, merr mbështetje për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, diskutohet bashkëpunimi mes dy vendeve. Presidenti Amerikan mbyll vizitën në Kinë, Trump dhe Xi Jinping flasin për rezultate historike. Washingtoni pret që Pekini të ushtrojë më shumë presion mbi Iranin. Sot një tjetër konkurrent i fermës së Vipave mbyll rrugtimin. Publiku do të shpëtojë 3 nga të nominuarit. Spektakli premton surpriza dhe sfida. Vjojmë mëgjërësisht me lajmet. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi tha këtë të premte se çdo ditë vendi ynë përballet me sulme kibernetike nga aktorë të lidhur me Iranin. Ministri foli edhe për pjesëmarrjen e Shqipërisë në bordin e paqes, ku forcat tona pritet të dislokohen në rripin e Gazës. Shqipëria çdo ditë në target për sulme kibernetike nga faktorë që lidhen me Iranin. Kjo ishte deklarata ministrit të Mbrojtjes Ermal Nufi në një konferencë me gazetarët, duke thënë se sulmet hibride po monitorohen nga strukturat e sigurisë. Sot jemi të 6 në rankim botëror për sa i përket përgatitjes së strukturave. Bashkëpunimi që ne kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në komandën kibernetike është shumë i lartë. Do të keni parasysh Shqipëria është target i sulmeve kibernetike çdo ditë. Jo një ditë, po çdo ditë. Dhe kjo është e theksuar nga faktorët e lidhur me regjimin e Iranit apo me regjime të tjera që janë keqdarse ndaj Shqipërisë apo ndaj aleancës. Nufi u pyet dhe për angazhimin e Shqipërisë në bordin e paqes dhe se kur do të dërgojë trupa. Ai tha se një skuadër është dërguar për të parë vendodhjen dhe situatën në terren, por nuk dha afat se kur do të nisen forcat tona. Kemi dërguar një skuadër që ka bërë rikognision për ka parë vendodhjen apo situatën atje, ushtria shqiptare, shtabi i përgjithshëm. Dhe komanda përkatëse ka një nivel gatishmërie dhe një nivel njohurie dhe përgatitje të përshtatshëm për çdo lloj misioni ndërkombëtar, përfshirë misionin në Gazë. Misioni në Gazë paraqet rrezikshmëri të shtuar për shkak të konfliktit, për shkak të përfshirjes të disa aktorëve dhe faktorëve, siç ju e dini, organizata Hamasit dhe organizata terroriste është financuar me 8% nga shteti i Iranit. Në këtë konferencë prezent ishte edhe kreu i kompanisë shtetërore të prodhimit të armeve Kajo, Ardi Veliu, i cili në përgjigje të akuzave të opozitës tha se kontratat e kësaj kompanie janë transparente. Veliu shtoi se prodhimi i droneve është shtyrë për shkak të situatës në linjën e mesme. Gjithçka është tepër transparente dhe nuk ka asnjë arsye që ne të kemi qëllim në vetvete që të fshehim kontrata. Bazuar në program, gjithçka po ecën shumë mirë, përjashtuar faktit sepse lidhet me konfliktin e lindjes së mesme, kur për gati 2 muaj situata aty ka qenë jo shumë stabil dhe në rastet veçanta ka qenë bllokuar dhe hapësira ajrore. Kjo na ka sjellë vonesa për sa i përket zinxhirit të furnizimit dhe elementeve të tjerë. Ministri u pyet dhe për stërvitjen e përbashkët mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, ku tha se do të nisin së shpejti. Fillimi i stërvitjes do të kryhen në Kroaci dhe në Shqipëri, ndërkohë që pjesëmarrëse priten të jenë dhe shtete të tjera. Nga Tallinn, ku do të marrë pjesë në forumin e sigurisë, kryeministri Edi Rama mori mbështetjen e homologut estonez për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Shefi i qeverisë u shpreh se Shqipëria synon të hedhë sa më shpejt një tjetër hap të rëndësishëm, atë të nisjes së mbylljes së negociatave. Estonia qëndron krah Shqipërisë sa i përket procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Në një deklaratë të përbashkët për mediat mes kryeministrit Edi Rama dhe homologut të tij estonez, Kristen Michal, ky i fundit theksoi se nëse vendi ynë po bën sakt detyrat e shtëpisë, edhe Brukseli do t'i jap dritën jeshile. Estonia mbështet fort zgjerimin e Bashkimit Evropian. E kemi mbështetur Shqipërinë në rrugtimin e saj drejt BE dhe do vazhdojmë ta bëjmë. Vazhdoni të ecni përpara me reformat. Nëse Shqipëria përmbush detyrat e saj, edhe BE do të bëjë të njëjtën gjë. Kreu i qeverisë shqiptare e cilësoi Estoninë si një shembull nga i cili vendi ynë duhet të mësojë. Me ju, jo vetëm kërkojmë bashkëpunim, por kërkojmë edhe këshilla. Jemi dy kombe që jetojmë me dëshirën për të kapur të ardhmen. Kjo edhe për shkak të regjimeve që ndanim në një moment të caktuar. Kjo na bën aleatë miq të natyrshëm. Faleminderit shumë që mbështesni Shqipërinë dhe shpresojmë që së shpejti të nisim kapitullin tjetër, çka është mbyllja e negociatave.
Mes liderëve nuk munguan as batutat. Nga një anë, kryeministri estonez solli ministren e inteligjencës artificiale diella, si një hap që mund të ndjekë dhe Estonia, ndërsa Rama kishte një thirrje për turistët. Pres me padurim të thellojmë bashkëpunimin për inteligjencën artificiale. Shqipëria ka një ministre të inteligjencës artificiale dhe Estonia po punon që të arrijë në të njëjtin nivel. Ju ftoj të largoheni nga vendi edhe në dimër, që të vini të gjeni plazhet. Nuk kemi simpati për Putin atje, kështu që do të ndjeni krejt si në shtëpi. Vizita e Ramës në Tallinn vijoi me një takim me presidentin e Estonisë, teksa delegacioni shqiptar u prit në zyrën e kreut të shtetit. Më tej, kryeministri Edi Rama do të marrë pjesë në konferencën për politikën e jashtme dhe sigurinë, që do të zhvillohet në moton "Fati i favorizon të guzimshmit". Diella sipas liderit demokrat Sali Berisha nuk ka asnjë përmbajtje që lidhet me inteligjencën artificiale. Berisha tha se Rama mashtroi shqiptarët me këtë ministre dhe se pas këtij skandali ai duhet të tërhiqet. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se ka mashtruar shqiptarët me ministren e inteligjencës artificiale Diella. Berisha i mbështeti akuzat e tij mbi shkrimin e një eksperti amerikan i cili ka analizuar të dhënat e Diellës e pretendon se ajo është bosh e nuk ka asnjë qelisë të inteligjencës artificiale. Fal një eksperti ndër më të shquarit e fushë ndërkombëtar, Patrick Quirk, i cili i ka kushtuar ditë dhe javë të tëra zbërthimit 1 për 1 të Diellës, ai nxjerr se ministra Diella nuk ka absolutisht as dhe një qelizë të vetme të urtësisë artificiale. Zero. Është një avatar pa asnjë atribut për korrupsionin, pa asnjë ndërfaqe. Gjatë konferencës me gazetarët, Berisha akuzoi për mashtrim kryeministrin Edi Rama që emëroi Diellën, por edhe presidentin Begaj që e dekretoi. Edi Rama pas zbulimit të këtij skandali duhet tipte menjëherë dorëheqjen. Duhet pasonte pas tij pengu i Edi Ramës, Haram Begaj, por të lidhur në krim njëri me tjetrin, asnjëri nuk pranon të jap dorëheqjen. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi edhe deklaratat publike të ish drejtoreshës së Akshit, Mirlinda Karçanaj. Mirlinda e Akshit, një nga krerët e organizatë kriminale që Edi Rama e nxori nga arresti i shtëpisë, jo që nuk bëri transparencë, por me qëllimet e saj bindi çdo njeri se ajo është një hajdut e pamshirë. Nuk tha asnjë fjalë se ajo hyri në atë apartament të nënlecuar nga famozi Ergyes Agasi, që tani tha se një ka thënë atë ka thënë kam pas mirë këte, të thoshte marrëdhënie korrekte, fare korrekte me të si çdo punojës që ka me punojës duhet të kesh kontakte, thoshte jam apo jo. Ish drejtoresha e Akshit Mirlinda Karçanaj pohetohet nga Spaku për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Avokati i popullit Endri Shabani e quajti serioze situatën në disa prej burgjeve në Shqipëri. Ai tha se janë vërejtur probleme që lidhen me trajtimin shëndetësor dhe me masat e sigurisë. Shabani kërkoi që edhe kafazi i xhamit të përdoret rast pas rasti dhe jo për të gjithë. Nga Pogradeci, avokati i popullit Endrit Shabani ka komentuar trajtimin e të burgosurve në institucionet e vuajtjes së dënimit, por edhe për akuzat që më herët ka ngritur ish presidenti Ilir Meta për persekutim në burgun 313 në Tiranë. Vetë institucioni avokatit të popullit në një raport të nëntorit të kaluar gjiti shkelje dhe kërkoi marrjen e disa masave. Shtetas si Ilir Meta apo shtetas të tjerë kanë bërë ankesë tek institucioni avokatit të popullit dhe kemi trajtuar njësoj si gjithë të tjerët. Për mua nuk janë prioritet të burgosurit VIP, janë qytetarët të interesi publik i lartë në këtë rast. Për mua fokusi është tash kushtet njerëzore me të cilat sot mbajnë qytetarët që kanë probleme shëndetësore mendore. Për sa i përket çështjes së kafazit të xhamit, Shabani tha se ai nuk përbën automatikisht shkelje të drejtave të njerëzit, por përdorimi i tij duhet të vlerësohet rast pas rasti. Do duhet aplikuar vetëm në rastet kur kemi rrezikshmëri të personit që është i akuzuar, apo rrezikshmëri për largimin e tij, apo rrezikim në jetës së tij në sallën e gjyqit. Shabani kishte një koment edhe për hartën e re gjyqësore. Këto reforma nuk duhet të prekin të drejtat themelore të çdo shteti shqiptar pavarësisht se ku jeton. Pra këto nuk mund të krijojnë pabarazi, që një qytetar që jeton në një qytet më të madh ketë më shumë të drejta, më shumë akses në drejtësi, më shumë akses në shërbime dhe një qytetar pastaj që jeton më larg
për shkak të mënyrës se si është organizuar harta gjyqësore apo si është organizuar reforma administrative, të vuaj neglizhencën e shtetit. Kështu ky është shqetësimi që ne kemi. Avokati i popullit tha se sot gjykatat shqiptare punojnë nën kapacitet, teksa po ashtu ka një ngarkesë shumë të madhe me dosje që ndikon drejt për drejt tek qytetarët që kërkojnë drejtësi. Prokuroria e posaçme vuri në akuzë 3 persona që besohet se janë pjesë e grupit kriminal të Safet Bajrit në Shkodër. SPAK thot se ka prova që tregojnë se ata tentuan të ekzekutonin me armë Aleksandr Prendin. Të akuzuar se kanë siguruar kushtet për të vrarë, SPAK merr të pandehur 3 persona, Izmir Sakicën, Samuel Troshanin dhe Franko Lekën, që dyshohet se i shërbenin bandës së Safet Bajrit. Bëhet fjalë për atentatin e dështuar ndaj Aleksandr Prendit në Shkodër 2 vjet më parë. Në vendngjarje, sipas dosjes hetimore të siguruar nga Vision Plus, janë gjetur 34 gëzhoja që rezultojnë se kanë dalë nga 2 armë të ndryshme, ndërsa shkak i konfliktit armatosur dyshohet të jetë bërë prishja e pazareve të drogës. Në përdorimin e armës të pandehurit në datën 23 gusht 2024, rreth orës 17 të pasdites, janë nisur së bashku me persona të tjerë të pa identifikuar deri më tani me 3 mjete të blinduara nga zona e Dobraçit në drejtim të fshatit Ranza, në njësinë administrative Vau Ideis, zonë ku kishte banesën i pandehuri Aleksandr Prendi. Të pandehurit kanë qenë të armatosur dhe kanë shkuar në këtë zonë me qëllim vrasjen e të pandehurit Aleksandr Prendi. Motivi besohet të jetë i lidhur me mosmarrëveshje të krijuara për shkak të lëndëve narkotike. Ata u nisën për të ekzekutuar Aleksandr Prendin, pa e llogaritur kundër përgjigjen me armë zjarri të këtij të fundit. Shkëmbimi i zjarrit bëri që edhe objektivi i atentatit të vihet në akuzë nga 2 prokurorët e posaçme, Manjola Kajana dhe Elida Kaçkini. Në kohën që ata kanë kaluar në këtë zonë, janë qelluar me armë zjarri nga i pandehuri Aleksandr Prendi, i cili gjithashtu provohet të ketë qenë i armatosur, por të ketë kuptuar arsyeën pse të pandehurit janë gjendur aty. Ndërmjet tyre ka patur shkëmbim zjarri, nuk ka të dhëna për dëmtim të shëndetit të personave të përfshirë në këtë ngjarje, apo persona të tjerë, por vetëm dëmtime të mjeteve me të cilat këta të pandehur kanë qenë duke lëvizur. Nga celulari i sekuestruar që i përket të pandehurit Izmir Sakica, janë gjetur foto dhe video të shumta armësh të llojeve të kalibrit të ndryshëm. Në galerinë telefonike shfaqet i pandehuri Izmir Sakicaj, në disa raste i shoqëruar me persona të tjerë, teksa gjuan me armë. Çmimi i naftës dhe benzinës është ulur këtë të premte me vendim të bordit të transparencës. 1 litër naftë kushton 198 lek ose 3 lek më pak nga çmimi që ishte, ndërsa benzina është ulur me 2 lek duke arritur në 185 lek për litër. Këto çmime vijnë si pasojë e ndryshimeve që nafta ka pësuar në bursat të huaja ditët e fundit, ku është rikthyer trendi të rënës. Çmimet do të jenë në fuqi deri në mbledhjen e radhës të bordit të transparencës. Banka e Shqipërisë vëren se ekonomia shqiptare po ndikohet nga zhvillimet në lindjen e mesme. Vendi do përballet me rritjen e vazhdueshme të çmimeve, por me një ritëm më të moderuar. Ndikimi që do të ketë në ekonominë shqiptare konflikti në lindjen e mesme do të jetë më i zbutur se sa goditja që dha lufta në Ukrainë. Bazuar në informacionin që ne disponojmë, konkluzioni është që ndikimi në ekonominë shqiptare do të jetë i moderuar në terma të rritjes së çmimeve dhe të inflacionit, por ajo që është më e rëndësishme është që do të jetë kalimtar. Pra nuk do të lërë gjurmë afatgjata në trendet e zhvillimit të vendit. Sipas analizave të Bankës së Shqipërisë, çmimet do të vijojnë në rritjen gjatë këtij viti, por ritmi do të jetë më i moderuar dhe inflacioni do të jetë më i menaxhueshëm. Projeksionet tona për të ardhmen sugjerojnë që trendi i inflacionit do të vijojë të ketë një rritje gjatë gjysmës së dytë të vitit 2026 dhe ndoshta edhe në gjysmën e parë të vitit 2027, rritje e cila pritet ta sjellë të tregues diçka mbi objektivin 3% të Bankës të Shqipërisë, por gjithsesi një rritje e cila do të jetë mjaft më e kufizuar dhe më e reduktuar në raport me atë ecuri të inflacionit që ne patëm pas krizës në Ukrainë, pas rritjes të çmimeve që pasoi luftën në Ukrainë. Megjithatë, situata është e pasigurt në varësi të tensioneve gjeopolitike. Në bazë të këtyre zhvillimeve, Banka Qendrore do të ndërhyjë në politikën monetare, duke rritur ose mbajtur të pandryshuar normën bazë të interesit për lekun. Donald Trump e cilsoi vizitën në Kinë historike, të njëjtin qëndrim mbajti edhe presidenti kinez Xi Jinping, i cili tha se dy vendet kanë qasje të ngjashme për Iranin. Megjithatë, pritet të shihet nëse udhëheqësi kinez do të arrijë ta bindë Teheranin t'jap fund konfliktit.
Presidenti Amerikan Donald Trump është larguar nga aeroporti ndërkombëtar I Pekinit me avionin presidencial Air Force One, duke përmbyllur vizitën e tij zyrtare në Kinë. Ceremonia e përcjelljes u zhvillua me tapet të kuq, ndërsa Trump kaloi pranë rreshtave të ushtarëve kinez, që qëndronin në pozicion nderi dhe studentëve që valvitnin njëkohësisht flamujt e Kinës dhe ata amerikan. Presidenti kinez Xi Jinping e cilësoi vizitën si historike dhe me rëndësi të veçantë, duke deklaruar se dy liderët kanë krijuar një pozicionim të ri për marrëdhënie konstruktive, strategjike dhe të qëndrueshme mes dy vendeve. Presidenti Trump dëshiron ta bëjë Amerikën sërish të madhe, ndërsa unë jam I përkushtuar të udhëheq popullin kinez drejt rilindjes së madhe të kombit kinez. Nga ana tjetër, Trump e përshkroi vizitën si shumë të suksesshme, të njohur në mbar botën dhe të paharrueshme. Jam I gatshëm të vazhdoj komunikimin e sinqert dhe të thelluar me presidentin Xi Jinping dhe e pres me kënaqësi në Washington. Sa kaq, kreu I shtëpisë së Bardhë tha se qëndrimet e tyre për përfundimin e luftës në Iran janë të ngjashme. Ne diskutuam për Iranin. Ndjehemi shumë të ngjashëm në lidhje me mënyrën se si duam që lufta të marrë fund. Ne nuk duam që ata të kenë armë bërthamore. Ne duam që ngushticat të jenë të hapura. Ka shumë spekulime rreth presionit që SBA-t po ushtrojnë mbi Kinën, blerësin më të madh të naftës iraniane për të përdorur ndikimin e saj ndaj Teheranit me qëllim rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Ekziston një pikë pyetje, nëse Pekini do të jetë I gatshëm të nënshtrohet këtij presioni apo jo. Një studim I bazuar në analizat e ADN-s tregon se shqiptarët aktual kanë lidhje biologjike me populatat e hershme që kanë banuar në Iliri. Ekspertët sqaruan se shqiptarët mbjetuan dyndjeve slave dhe zhvendosjeve të tjera demografike, duke qëndruar kryesisht në zonat malore. Akademik dhe studiues prezantuan rezultatet më të fundit të hulumtimeve shkencore mbi përbërjen gjenetike të popullatës shqiptare. Në simpoziumin e zhvilluar në Tiranë është vënë dukje se popullata moderne shqiptare paraqit vazhdimsi biologjike me populatat e hershme të Ballkanit perëndimor. Kemi analizuar ato që ne quajmë marker të kromozomit Y, të cilët në të vërtetë analizohen për të parë lëvizjet kryesisht të linjës mashkullore. Dhe në këtë rast, duke analizuar shpeshtitë e markerëve të ndryshëm dhe të haplogrupeve të ndryshëm, ne konfirmojmë atë që është konfirmuar dhe më parë që popullata e sotme shqiptare është vazhdimësia e popullatave të hershme që kanë populluar zonën e Ballkanit dhe atë pjesë që I takonte Ilirisë. Në vim u shpjegua se pas rikthimit të stabilitetit politik në Ballkan gjatë periudhës bizantine, këto popullata nisën një rigjallërim demografik dhe gradualisht u rishpërndan në territoret që sot njihen si hapësira shqipfolse. Këto dy grupime ose tre grupime të vogla që kanë mbjetuar, grupimi më I vogël është një bërtham e vogël në zonën juglindore, jugore, kryesisht sidomos në zonën e Berat, Skrapar, Korç. Një grupim I dytë që është I konsiderueshëm në numër është zona Dibër, Mat, Mirdit dhe Martanesh, ose ajo që quhet Gegria e Vjetër. Dhe grupimi më I madh që kanë mbjetuar është nga zona që është sot Kosova, zona e Dardanisë. Këto janë tre bërthamat ku popullata të vogla kanë mbjetuar dhe pastaj me rivendosjen e stabilitetit, le të quajmë politik në Ballkan. Sipas studiuesve, kampionet janë mbledhur në të 12 qarqet e Shqipërisë duke respektuar ndarjet tradicionale dialektore geg dhe tosk, me synimin për të analizuar nëse kufit gjenetik përputhen me kufit gjuhësor. Kampionet janë marrë sipas 12 qarqeve të Shqipërisë, pra duke filluar nga veriu në jug, pra nga Shkodra deri në jug, por edhe duke respektuar pak zonat e 9 dialekteve të 2 dialekteve toske dhe geg, për të analizuar nëse të ashtu quajturit kufi gjenetik përputhen me të ashtu quajturit kufi gjuhësor. Megjithatë, ata theksuan se kërkimi është ende në zhvillim dhe se zgjerimi I kampionimit pritet të sjellë rezultate edhe më të plota në të ardhmen. Këto ishin edhe lajmet për ditën e sotme, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.